Kapitullin e 18. Të shohim me vëmendje motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë Zoti do të na japë sot. Mbasi i tha të gjitha këto gjëra, Jezusi doli me dishepujt e vet dhe shkoi përtej përojë të Kedronit, ku ishte një kopësht, në të cilin hyri ai me dishepujt e tij. Dhe Juda, i cili po e tradhtonte, e njihte dhe ai atë vend, sepse shpeshherë Jezusi të rriqej atje me dishepujt e tij. Atëre Juda mori një grup ushtarësh dhe rojet e dërguara nga krerët e priftërinjve dhe nga farisejtë erdhi atje me fener pishtar dhe me armë. Atëre Jezusi, duke ditur gjithçka që do t'i ndodhte, doli dhe i pyeti: "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen: "Jezusin Nazareas." Jezusi ju tha atyre: "Unë jam." Por Juda, që po e tradhtonte, ishte edhe ai me ta. Sapo ai ju tha atyre: "Unë jam", ata u zbrapsën dhe ranë për dhe. Atëre Jezusi i pyeti përsëri: "Kë kërkoni?" Ata thanë: "Jezusin Nazareas." Jezusi ju përgjigj: "Ju kam thënë se unë jam. Prandaj nëse më kërkoni mua, i lini këta të shkojnë." Që të përmbushej fjala që kishte thënë: "Nuk kam humbur asnjë nga ata që më ke dhënë." Atëre Simon Pietri, që kishte një shpatë, e nxori, i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe ja preu veshin e djathtë, dhe ai shërbëtor quhej Malk. Por Jezusi i tha Pietrit: "Fute shpatën tënde në mill. A nuk do ta pi unë kupën që më ka dhënë Ati?" Atëre grupi i ushtarëve, kapiteni dhe rojet e judenjve, e kapën Jezusin dhe e lidhen. E quan më parë tek Ana, sepse ishte vjeri i Kajafës, që ishte kryeprift i atij viti. Kajafa ishte ai që i kishte këshilluar judenjtë se ishte e leverdisshme që një njeri të vdiste për popullin. Por Simon Pietri dhe një dishepull tjetër ndiqnin Jezusin. Dhe ky dishepull ishte i njohur i kryepriftit dhe hyri me Jezusin në obor të kryepriftit. Por Pietri mbeti përjashta tek dera. Atëre dishepulli tjetër, që ishte i njohur i kryepriftit, doli dhe i foli portieres dhe bëri të hyj Pietri. Dhe shërbëtorja portiere i tha Pietrit: "Mos je edhe ti nga dishepujt e atij njeriu?" Ai u përgjigj: "Nuk jam." Ndërkaq shërbëtorët dhe rojet ndezën një zjarr me qymyr dhe qëndronin në këmbë e ngroheshin, sepse bënte ftohtë, dhe Pietri qëndronte në këmbë me ta dhe ngrohej. Por kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për doktrinën e tij. Jezusi u përgjigj: "Unë i kam folur haptas botës. Gjithmonë kam mësuar në sinagoge në tempull, ku mblidhen të gjithë judenjtë, dhe s'kam thënë asgjë në fshehtësi. Përse më pyet mua? Pyet ata që kanë dëgjuar që ju kam thënë atyre. Ja, ata i dinë gjërat që kam thënë." Posa i tha këto gjëra, një nga rojet që i rinin afër i ra Jezusit me shuplakë, duke thënë: "Kështu i përgjigjesh kryepriftit?" Jezusi tha: "Po të kem folur keq, trego ku është e keqja. Por po të kem folur mirë, përse po më bie?" Atëre Ana e dërgoi të lidhur tek Kajafa kryeprifti. Ndërkaq Simon Pietri qëndronte aty e ngrohej. I thanë pra: "Mos je ti nga dishepujt e tij?" Ai e mohoi dhe tha: "Nuk jam." Por një nga shërbëtorët e kryepriftit, farefisi i tij, i cili Pietri ja kishte prerë veshin, tha: "As të pash në kopësht me të?" Dhe Pietri e mohoi sërish dhe menjëherë këndoi gjeli. Pastaj nga Kajafa e quan Jezusin në pretorium. Ishte mëngjes së errët, por ata nuk hynë në pretorium që të mos bëheshin të papastër, por që të mund të hanin Pashkën. Dhe kështu Pilati doli jashtë drejt tyre dhe tha: "Çfarë sillni kundër këtij njeriu?" Ata u përgjigjen dhe thanë: "Nëse ai të mos ishte keqbërës, nuk do ta kishim dorëzuar." Atëre Pilati u tha atyre: "Merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj." Por judenjtë thanë: "Neve nuk na lejohet të vrasim njeri." Kjo ndodhi që të përmbushej fjala që kishte thënë Jezusi, kur kishte thënë se me çvdekje duhet të vdiste.
Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thiri Jezusin dhe i tha: "A je ti mbreti i judenjve?" Jezusi u përgjigj: "E thua ti nga vetja, apo ta kanë thënë të tjerët për mua?" Pilati u përgjigj: "Jam unë valli jude? Kombi yt dhe krerët e priftërinjve të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë?" Jezusi u përgjigj: "Mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Po ti ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesha judenjve. Por se tani mbretëria ime nuk është prej këtej." Atëherë Pilati i tha: "Ti pra qenë ke mbret?" Jezusi u përgjigj: "Ti thua se unë jam mbret. Për këtë unë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj të vërtetën. Kush është për të vërtetën, e dëgjon zërin tim." Pilati e pyeti: "Ç'është e vërteta?" Dhe si foli këtë, doli përsëri përpara judenjve dhe u tha atyre: "Unë nuk po gjej në të asnjë faj. Por ndër ju është zakon që unë t'ju liroj dike për Pashkë. A doni pra që t'ju liroj mbretin e judenjve?" Atëherë të gjithë bërtitën përsëri duke thënë: "Jo këtë, por Baraban." Por Baraba ishte një kusar. Atëherë Pilati mori Jezusin dhe dha urdhër ta fshikullonin. Dhe ushtarët thurën një kuror me gjemba, ja vunë në krye dhe i veshën sipër një mantel të purpurt. Dhe thoshin: "Tu ngjat jeta o mbreti i judenjve", dhe i binin me shuplaka. Pastaj Pilati doli përsëri dhe u tha atyre: "Ja po ju anxjerr jashtë që ta dini se nuk gjej asnjë faj." Jezusi pra doli duke mbajtur kurorën prej gjembash dhe mantelin e purpurt, dhe Pilati ju tha atyre: "Ja njeriu." Kur e panë krerët e priftërinjve dhe rojet filluan të bërtasin duke thënë: "Kryqëzoje, kryqëzoje." Pilati ju tha atyre: "Merreni ju dhe kryqëzojeni, sepse unë nuk gjej asnjë faj." Judenjtë ju përgjigjen: "Ne kemi një ligj dhe sipas ligjit ton ai duhet të vdesë, sepse e bëri veten bir të Perëndisë." Kur Pilati dëgjoi këto fjalë, kishte akoma më shumë frikë, dhe si u kthye në pretorium, i tha Jezusit: "Nga je ti?" Por Jezusi nuk i dha kurfar përgjigje. Për këtë arsye Pilati i tha: "S'po më flet? Ti se di që unë kam pushtet të kryqëzoj dhe pushtet të liroj?" Jezusi u përgjigj: "Ti nuk do të kishe asnjë pushtet për mbi mua, po të mos të qedhen prej së larti. Prandaj ai që më dorëzoi tek ti ka faj më të madh." Që nga ai moment Pilati kërkoi ta lironte, por judenjtë të bërtisnin duke thënë: "Po e lirove këtë, nuk je mik i Cezarit, kush e bën veten mbreti kundër vihet Cezarit." Pilati pra kur i dëgjoi këto fjalë, e çoi jashtë Jezusin dhe u ul në selinë e gjykatës në vendin e quajtur Kaldrem, që në hebraisht Gabatha. Tani ishte dita e përgatitjes së Pashkës dhe ishin afërsisht ora e 6 dhe u tha judenjve: "Jam mbreti juaj." Por ata bërtitën: "Largoje, largoje, kryqëzoje." Pilati u tha atyre: "Ta kryqëzoj mbretin tuaj?" Krerët e priftërinjve u përgjigjen: "Ne s'kemi mbret tjetër përveç Cezarit." Atëherë ai u dorëzoi që të kryqëzohej dhe ata e morën Jezusin dhe e quan tutje. Amin. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja, për këtë fjalë që vërtet motra dhe vëllezër, aleluja, na bën të shohim flijimin e madh të Perëndisë, dashurinë e madhe të Perëndisë për të çliruar të gjithë njerëzit nga vdekja, nga mëkati, sepse thot Zoti që të gjithë mëkatuan. Asnjë nuk ishte pa mëkat. E falenderojmë Perëndinë. Dhe Perëndia thot e dërgoi Jezus Krishtin si qengjin që do të hiqte mëkatin nga bota. E falenderojmë Perëndinë. Dhe me mrekulli Jezus Krishti, vëllezër, vepronte në të gjithë judenjtë, në të gjithë njerëzit, dëshmonte për këtë dashuri të madhe të Perëndisë, që njerëzit të besonin, motra dhe vëllezër, aleluja, që një vepër tjetër erdhi të bëje Perëndia në popullin e zgjedhur. Vepra ishte, motra dhe vëllezër, aleluja,
që njeriun që krijoi vetë Perëndia ta kthente përsëri në praninë të Perëndisë. Që të kthehej njeriu në praninë të Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, duhej një pendim i madh. Duhej një flijim i madh. Duhej një ndërgjegje e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, për të kuptuar se ku po shkojmë. Çfarë është jeta jonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Që njeriu të kuptojë vërtet përse ka ardhur, motra dhe vëllezër, aleluja. Përse u krijua nga Perëndia? U krijua nga Perëndia për të humbur, apo u krijua nga Perëndia për të patur jetë të përjetshme, për të qenë gjithmonë me Perëndinë? Dhe këta erdhi të dëshmojë, motra dhe vëllezër, Jezus Krishti. Që unë erdha, tha Jezus Krishti, që çdo njeri që beson në mua të mos u mbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dëshmoi, motra dhe vëllezër, aleluja, në të gjithë njerëzit që vetë Perëndia kishte zbritur në shëmbëltyr njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, për të hequr mëkatin që e çonte njeriu në vdekje. Dhe çdo njeri që do ta kuptonte, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë vepër të Perëndisë, do ndërgjegjësohej, do vinte në vete, motra dhe vëllezër, do të pendohej dhe do të shpëtohej. Çfarë duhet të bëjmë, thanë, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithë njerëzit që dëgjuan Pjetrin duke folur për Jezus Krishtin? Kjo është ajo vepër që Zoti do të bëjë me çdo njerin, motra dhe vëllezër. Dhe Pietri ju tha, të pendoheni. Të kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që kam lindur në mish, kam lindur në mëkat, dhe do të vdesë, motra dhe vëllezër, aleluja, ky njeri. Por dimë, motra dhe vëllezër, nga Bibla përsëri që ka erdhur Jezus Krishti për këtë njeri, motra dhe vëllezër, që të heqë mëkatin dhe t'i japë jetë këtij njeriu, motra dhe vëllezër, që pranon flijimin e Perëndisë. T'i japë jetë të përjetshme. Dhe duke parë, motra dhe vëllezër, aleluja, duke dëgjuar të gjitha profecitë që janë bërë për Jezus Krishtin, vite më përpara, motra dhe vëllezër, aleluja, dëshmonin për ardhjen e shpëtimtarit nëpërmjet profetëve. Shohim që me Jezus Krishtin u përmbushën të gjitha profecitë. Me eksaktësinë më të madhe, motra dhe vëllezër, aleluja. Për çdo fjalë që dilte nga goja e profetit, motra dhe vëllezër, aleluja, ndër vite realizoheshin që të gjitha në emrin i Jezus. E falenderojmë Perëndinë. Edhe mënyrën, motra dhe vëllezër, aleluja, se si do të vinte, mënyrën se si do të lindte, mënyrën se si do ecte, mënyrën, motra dhe vëllezër, se si do ekzekutohej dhe mënyrën se si do të ringjallej. Dhe Gjoni profeti i fundit, motra dhe vëllezër, aleluja, ndër më të mëdhenjtë e të gjithë profetëve, ashtu sipas fjalës të Perëndisë, tha, ja qengji që heq mëkatin e botës. Kjo ishte, motra dhe vëllezër, aleluja, profecia. Ja qengji që heq mëkatin e botës. Dhe nëse do të hiqet mëkati, motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu është ashtu siç e krijoi Perëndia për të jetuar përjetësisht. E falenderojmë Perëndinë. Mirë, por çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër, aleluja, shohim në fjalën e Perëndisë që të gjithë priftërinjtë, të gjithë farisejtë, të gjithë njerëzit që përpiqeshin të ruanin ligjin, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk arrinin të kuptonin fjalën e Perëndisë.
Nuk arrinin të dëgjonin me vëmendje, motra dhe vëllezër, fjalën e Perëndisë. Sepse nuk shikonin, motra dhe vëllezër, aleluja, dritën që kishte ardhur. Drita që kishte ardhur, motra dhe vëllezër, në botë ju verbonte sytë. Dhe ata nuk analizonin dot, motra dhe vëllezër, shkrimet. Megjithse për shkrimet flisnin, ata nuk shihnin. Dhe vetë Jezusi dëshmoi përpara tyre dhe tha: po të ishit të verbër, ju do ishit pa mëkat. Por sepse tani thoni shohi, mëkati qëndron në ju. Sepse ju nuk kuptoni, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdia e Emrit të Shenjtë. Çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, me ata njerëz që njihnin shkrimet? Egoizmi, motra dhe vëllezër, aleluja, është gjëja më kryesore që njeriu nuk e le të shohë. Nuk mundet të analizojë, motra dhe vëllezër, gjithë veprën e Zotit, gjithë fjalën e Perëndisë. Zoti flet, motra dhe vëllezër, vazhdimisht. Zoti na flet vazhdimisht, vëllezër, aleluja. Për gjithë shka na paralajmëron, sepse është i gjallë. Por çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, në përgjithësi? Do të që ne nuk jemi të vëmendshëm për të dëgjuar zërin e Zotit. Nuk jemi të bindur, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjalën që Zoti na dha. E falenderojmë Perëndin. Dhe shpeshherë vëmë logjikën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe analizojmë sipas mënyrës tonë veprën e Perëndisë. Por Zoti thotë: sa larg janë rrugët e mia nga rrugët tuaja. Mendimet e mia nga mendimet tuaja, thotë. Nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, veç se nëse ne do t'i bindemi fjalës të Perëndisë ashtu siç është. Pa parë, motra dhe vëllezër, aleluja, me logjikën tonë. Pa arsyetuar, motra dhe vëllezër, aleluja, po si të bëj, po ta zgjedh, po të mos e zgjedh. E dini çfarë ndodh, motra dhe vëllezër, aleluja? Fjala e Perëndisë është një ushqim i përditshëm. Ushqimi që ka nevojë njeriu për ditë. Të ushqehet. Dhe nëse nuk ushqehet për ditë, motra dhe vëllezër, aleluja, këtu ndodh, motra dhe vëllezër, rënja. Këtu fillon të ndodh dobësia e njeriu, frymëror. Nuk është më i fuqishëm, motra dhe vëllezër, aleluja. Imagjinoni një njeri që nuk do të ajë, por do të ajë vetëm një herë në javë. E imagjinoni se çfarë fuqi do të ketë ai për të ecur? Nuk ka fuqi, motra dhe vëllezër. Nuk mund të ecë dot, nëse nuk do të marrë ushqimin për ditë, që të ketë forcë për të qenë aktiv, motra dhe vëllezër, aleluja. Po kështu ndodh edhe me të krishterin. Nëse nuk do të ushqehet vazhdimisht, ditë për ditë, me fjalën e Perëndisë, vëllezër, nuk do të mund të qëndrojë dhe të rezistojë në këtë rrugë të vështirë. Prandaj Zoti na dha fjalën që kushdo që beson në të, do të shpëtohet. E falenderojmë Perëndin. Sa e rëndësishme është, vëllezër, aleluja, ta shohim fjalën si ushqimin tonë shpirtëror. Lavdia e Emrit të Shenjtë. Dhe ky ushqim erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja. Fjala erdhi ndër ne e prekëm, e pamë, thotë Gjoni, e soditëm, lavdia e Emrit të Shenjtë. Dhe në fund, motra dhe vëllezër, aleluja, u kryqëzua. Kjo ishte vepër e Perëndisë, askush nuk e kuptonte dot, motra dhe vëllezër. Edhe të zgjedhurit e Perëndisë nuk e kuptonin dot këtë vepër. Larg nga mendja jote kjo gjë që the, i thot Pietri. Pietri Jezusit, motra dhe vëllezër. Pietri që nga Perëndia ju zbulua se kush është në të vërtetë Jezus Krishti. Perëndia ta zbuloi dha Jezus Krishti. E falenderojmë Perëndinë.
Dhe ky Pjetër i thotë, larg motra dhe vëllezër një mendim i tillë. Si mund të kryqëzohesh ti, të dorëzohesh? Dhe nuk ishte kuptuar Pjetri akoma, motra dhe vëllezër, aleluja, që Jezus Krishti erdhi për të kryqëzuar. Erdhi për të flijuar. Pa flijim, motra dhe vëllezër, nuk mund të ketë shpëtim. Largoju nga mua, i tha Satana. Nuk ke frymën, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk kupton gjërat e Perëndisë. Dhe njerëzit, motra dhe vëllezër, turma të ndryshme e dorëzuan Jezus Krishtin. Xhelozia, motra dhe vëllezër, aleluja, e farisejve e dorëzoi, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishtin të kryqëzohej. Por ky ishte plani i Perëndisë, që Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, të flijohej për të sjellë shpëtimin në botë. Lavdi emri të Shenjtë. E lexova të gjithën për të kuptuar, motra dhe vëllezër, aleluja, gjithë rrugën që përshkroi Jezus Krishti. Por do të ndalemi vetëm në disa vargje për të parë vërtet kush, motra dhe vëllezër, është në të vërtet Jezus Krishti dhe cili është plani i Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Po lexoj përsëri në vargun 31, aty ku lexuam, motra dhe vëllezër. Pilati ju tha atyre, merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj, por judejt thanë, ne nuk na lejohet të vrasim njeri. Kjo ndodhi që të përmbushej fjala që kishte thënë Jezusi kur kishte thënë se me çvdekje do të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në pretorium, e thiri Jezusin dhe i tha, a je ti mbreti i judejve? Jezusi u përgjigj, shikoni me vëmendje, vëllezër. E thua ti nga vetja, apo ta kanë thënë të tjerët për mua? Pilati ju përgjigj, jam unë vallë jude, kombi yt dhe krerët e pritrinjve të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë? Jezusi ju përgjigj, mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Po ti ishte mbretëria ime e kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos ju dorëzohesha judejve. Por se tani mbretëria ime nuk është prej këtej. Mbretëria e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk është e kësaj bote, thotë. Unë nuk kam ardhur këtu që të vendos mbretërinë, motra dhe vëllezër, aleluja. Mbretëria ime është diku tjetër. Dhe unë jam, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, të ta lexojmë pak më poshtë. Për çfarë erdhi Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja? Erdhi që njerëzit të çlirohen nga bota, nga kjo lloj mbretërie, motra dhe vëllezër, aleluja, nga ky lloj sistemi. Ta nxjerrë njeriu nga kjo botë dhe ta përgatitë, motra dhe vëllezër, aleluja, për mbretërinë e qiellit. Atje ku jam unë, do të jeni edhe ju. Në shpinatin tim ka shumë banesa, por unë po ju them, do shkoj t'ju përgatis vend dhe do të kthehem. Do t'ju marr pranë vetes, që atje ku jam unë, të jeni edhe ju. Ky është vullneti i Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Që të na bëj gati si bij të Perëndisë për të jetuar në përjetësi në mbretërinë e Perëndisë. Jo për të jetuar këtu, motra dhe vëllezër, në këtë mbretëri. Kjo s'është nga mua, tha kjo mbretëri, motra dhe vëllezër. Për një mbretëri tjetër, erdhi Zoti të na tregojë. Atëherë Pilati tha, ti pra qenë mbret? Jezusi ju përgjigj. Ti thua se unë jam mbret. Shikoni me vëmendje, vëllezër. Për këtë unë kam lindur. Dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj për të vërtetën. Kush është për të vërtetën, e dëgjon zërin tim. Për këtë unë kam lindur. Për këtë unë kam ardhur, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, falenderojmë Perëndin. Për të dëshmuar të vërtetën. Ai që e dëgjon zërin tim më ndjek, ai që do të vërtetën.
më ndjek, thot motra dhe vlezër, aleluja. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin. Dhe këto dele, motra dhe vlezër, aleluja, nuk kanë ngjashmëri me njerëzit që janë në botë. Nuk kanë ngjashmëri, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse fryma e Perëndisë banon në ta dhe bën një vepër në ta. Përgatit, motra dhe vlezër, popullin e vet për të jetuar në mbretërinë e Perëndisë. Nuk mund të jetojmë në mbretërinë e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, edhe në mish, edhe në frymë. Nuk mundet, vlezër, aleluja. Njeriu duhet të marrë një vendim. Do të jetoj, motra dhe vlezër, për Zotin, apo do të jetoj për Zotin e kësaj bote? Janë dy gjëra të ndryshme. Zoti tha, mbretëria ime nuk është nga këtu. Dhe ne duhet të kuptojmë që nuk jemi thirrur për të jetuar këtu në këtë mbretëri, motra dhe vlezër, aleluja. Ne jemi thirrur si qytetar qiellorë, që fryma e Perëndisë bën vepër në ne për të qenë diçka krejt ndryshe, motra dhe vlezër, nga ç'ishim më përpara, për të dëshmuar dhe ne, motra dhe vlezër, aleluja, këtë ndryshim të madh që Perëndia e bëri në ne, për të parë njerëzit, motra dhe vlezër, për të qenë dëshmi ndër njerëzit që na rrethojnë, që ne nuk i përkasim me kësaj bote. E ngushtë është rruga, thotë Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Përpiquni që të hyni në përderë të ngushtë në këtë rrugë. Sepse e gjerë është rruga, por të çon në humbje. Shpeshherë mund ta zgjerojmë, motra dhe vlezër, aleluja, rrugën tonë. Por thash, nëse do të lexojmë vazhdimisht fjalën e Perëndisë, do të jemi në gjendje, motra dhe vlezër, aleluja, të shohim qartë, të ecim të sigurt, motra dhe vlezër, aleluja, në këtë thirrje, në këtë rrugë hyjnore që Zoti ka përgatitur për ne. Është hyjnore, motra dhe vlezër, aleluja, sepse të jep jetë të përjetshme. Sepse e ka përgatitur Zoti, ai iku në këtë rrugë, motra dhe vlezër, dhe ne duhet të ecim në këtë rrugë. Lavdia e Emrit të Shenjtë. Ai që do të më ndjek mua, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjek. Për shkak të emrit tim, thotë motra dhe vlezër, aleluja, sepse ti ke marrë një kryq, do të përndiqesh. Do të fyesh nga njerëzit. Do të lëndohesh, motra ime, vllai im, aleluja. Sepse ke marrë një vendim, një rrugë, një kryq për të gjitur në Golgotë. Prandaj, vlezër, aleluja, vazhdimisht duhet të qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, të vëmendshëm për të dëgjuar zërin e Zotit. Çfarë dëshiron Zoti, motra dhe vlezër, aleluja? Nuk na mjafton, vlezër, nuk na mjafton të dëgjojmë një predikim. Nuk na mjafton, motra dhe vlezër, aleluja, të dëgjojmë diku tjetër një mesazh. Jeta ime me fjalën e Perëndisë, ushqimi im i përditshëm me fjalën e Perëndisë, motra dhe vlezër, do të më forcojë, do të më bëj të qëndroj, motra dhe vlezër, kurtheve të ligut. Sepse është i vetmi që nuk do që unë të ecë në këtë rrugë. Sepse e dish do të thotë të hysh në këtë rrugë, motra dhe vlezër, aleluja. E di që do të thotë jetë e përjetshme. Dhe këta nuk dëshironi ligu. Dhe prandaj i prish punën nëse ti do të qëndrosh dhe në çdo moment, në çdo vështirësi që të krijon, motra dhe vlezër, do ta dëbosh dhe do t'i thuash shporu Satana, sepse unë adhuroj Zotin tim. I përkas Zotit tim, ai është Zoti im. Lavdia e Emrit të Shenjtë. Për këtë gjë, motra dhe vlezër, do të provohemi të gjithë. Për këtë thirrje hyjnore do provohemi, motra dhe vlezër, aleluja, dhe çdo njeri thot që e ka këtë shpresë ta pastroj veten nga çdo gjë, motra dhe vlezër, aleluja.
dhe të qëndroj besnik fjalës të Perëndisë. Dhe Zoti është ai që do të na japë fitoren, motra e vëllezër. Lavdi e emrit të Shenjtë. Zoti ta bekojë këtë fjalë.